Në vitin 2016 nisi një kapitull i ri për ekonominë e Kosovës me themelimin e Fondit Kosovar për Garanci Kreditore, duke vendosur baza për një treg financiar më të qasshëm dhe të sigurt. Në vitin 2017, përkrahja nga partnerë ndërkombëtar si SIDA dhe KFV forcoi besimin dhe mundësoi mbështetjen e mira bizneseve. Në vitin 2018, me lansimin e dritarës Agro dhe antarësimin në AECM, u zgjerua ndikimi dhe u forcua pozicionimi ndërkombëtar. Vitet 2019-2020 sollën sfida, por edhe rol kyç gjatë pandemisë COVID-19, ku FKGK mbështeti bizneset përmes masave të rimëkëmbjes ekonomike. Nga 2021, fokusi kaloi në zhvillim dhe qëndrueshmëri dhe zgjerim të përfshirjes financiare, ndërsa 2022-2024 shënuan diversifikimin përmes skemave për rritje të gjelbërt, eksport, gra në biznes, startup dhe diaspor. Sot, me partneritet të gjerë, skema të shumta dhe kapital mbi 109 milion euro, FKGK është shtyllë kyçe për zhvillimin ekonomik, duke ndërtuar besim, duke mbështetur rritjen. The idea emerged from a very practical market reality. On one side, small and medium-sized enterprises had strong growth potential, but had limited access to finance, mainly because they lacked sufficient collateral. On the other side, banks had liquidity, but were understandably cautious about taking on additional risks. At the same time, USAID had already implemented several loan portfolio guarantee programs in Kosovo, and those showed very strong results. They demonstrated clearly that the problem was not a lack of willingness to lend, but the absence of an effective risk-sharing mechanism. However, those programs were limited in both in time and scale, and this led to the idea of creating something permanent, a local institution that could sustainably expand access to finance. That is how the idea of the Kosovo Credit Guarantee Fund was born. International partnerships were absolutely fundamental. From the very beginning, we worked closely with international partners and local institutions to shape the concept and build a shared vision. During the early development phase, that collaboration was especially important. It helped us put in place a solid organizational structure and attract strong, qualified professionals. That foundation was key for building credibility and ensuring sound governance from the start. They helped ensure that the fund was not only well designed, but also viewed as credible, which made it possible to attract more partners and grow in a sustainable way. Overall, these partnerships played a major role in building trust, both with financial institutions and with the private sector. What started as a response to a very clear market gap has today become a key pillar of Kosovo's economic development. As the fund marks its 10th anniversary, I would like to congratulate everyone involved on this remarkable journey. It's a strong example of what can be achieved when vision, partnerships and long-term commitment come together. Ky rrugëtim përfaqëson një histori të qartë transformimi nga një ide vizionare në një shtyllë të rëndësishme të sistemit financiar në vend. Kur shohim sot këtë institucion, është vështirë të mendohet se gjithçka nisi nga një ekip i vogël dhe një koncept ambicioz. Megjithatë, falim bashkëpunimit të ngushtë ndërinstitucional ndërmjet Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Tërëpisë dhe Industrisë, si dhe mbështetjes së çmuar të partnerëve ndërkombëtar siç ishin USAID dhe KfW, ndërtuan themelet e një institucioni me objektiva të qarta dhe vizion afatgjatë. For many years, Kosovo tried to create a guarantee fund or a guarantee scheme to improve access to finance for micro, small, and medium enterprises. At least 4 feasibility studies were done, and yet none of them came up with a viable structure or solution for the fund. We decided that the best structure was that of an independent public institution created by a special purpose law. We drafted the law to establish the Kosovo Credit Guarantee Fund, and it came into force in January 2016. In addition, a 5-year business plan was drafted, as well as all necessary policies and procedures, and the guarantee agreement between the fund and the financial institution were created.
The rest, as they say, is history. Ditët e para në fond ishin një kombinim mes entuziazmit dhe shumë të panjohurave. Kishim një mision të qartë për ta ndihmuar biznesin përmes qasjes në financa, ndërsa nuk ishte procese të gatshme dhe gjithçka duhej nisur nga para. Duke qenë që s'kishte skema të garancisë në rajon, sfidë ishte përshtatja e përboja ndërkombëtare me realitetin tonë lokal. Kjo kërkonte shumë angazhim, komunikim me të gjitha akterët dhe mbi të gjitha ishte rëndësishme ndërtimi i besimit me sektorin bankar, pasi që koncepti i skemave të garancisë ishte relativisht i ri për tregun. Në këtë rrugtim patëm mbështetje nga USAID, të cilët përmes programit për fuqizimin e kreditdhënies, si dhe KfW arritën që me ekspertizën dhe kapacitetet e tyre ta operacionalizonin me sukses institucionin tonë. Kur shohim 10 vite pas, është me të vërtetë e vështirë të përmbledhim gjithçka në një fjalim të shkurtë. Mirëpo në të njëjtën kohë është krenari dhe kënaqësi e veçantë kur i mendon gjitha arritjet e institucionit për gjatë këtyre viteve dhe arritjet të flasim vetë në çdo moment të rrugtimit. Megjithatë, po ndalim dhe po përmendi shkurtimisht fillimet e institucionit dhe si çdo fillim, edhe themelimi dhe ndërtimi i Fondit Kosovar për Garanci Kreditore nuk ka qenë i lehtë. Një ekip e vogël në atë kohë, mirëpo me përkushtim të madh dhe me mbështetje nga anëtarët e bordit, nga donatorët, nga bashkëpunëtorët tanë, kemi konsoliduar procese dhe kemi ndërtuar vetë themelet e një institucioni që është unik në Kosovë. Kam pasur fatin të jem pjesë e këtij rrugtimi që nga fillimi e përfshirë në funksione që në thelb kanë ndihmuar në zhvillimin dhe ndërtimin e kredibilitetit të institucionit. Me shumë punë dhe integritet, kemi arrit të krijojmë besim tek donatorët, partnerët, dhe ky besim është reflektuar në rritjen e institucionit gjatë gjithë këtyre viteve, nis nga rritja e kapitalit, implementimi i shumë projekteve strategjike dhe bashkëpunimet me sektorin financiar në lehtësim të qasjes financa. Fondi Kosovar për Garanci Kreditore përbën një mekanizëm shumë të rëndësishëm për mbështetjen e zhvillimit ekonomik, zgjerimin e qasjes financa për bizneset dhe lehtësimin e kreditimit me kontribut edhe në forcimin e stabilitetit financiar. Banka Qendrore e Republikës Kosovës ka pasur një rol të rëndësishëm në fazën e themelimit dhe avancimit të këtij mekanizmi përmes mbështetjes për krijimin e një kornize të përshtatshme institucionale dhe regulative në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar dhe institucionet vendore. Përgjatë këtyre viteve, fondi ka dëshmuar vlerën e tij si instrument i rëndësishëm në ndarjen e rrezikut me sektorin bankar dhe në mbështetje të sektorëve të ndryshëm të ekonomisë përmes skemave të veçanta garantuese. Trajtimi i favorshëm regulativ i garancive të fondit ka krijuar nxitje shtesë për bankat që të zgjerojnë financimin drejt ekonomisë reale, duke mbështetur sektorin privat, rritjen ekonomike dhe qëndrueshmërinë e sistemit financiar. Iniciativa për themelimin e Fondit Kosovar për Garanci Kreditore lindi nga nevoja për të mbështetur qasjen e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme në financa. Pasi, shumë studime treguan se mungesa instrumenteve financiare të përshtatshme ishte një nga barierat kryesore për zhvillimin e këtyre ndërmarrjeve. Institucionet vendore luajtën një rol thelbësor duke siguruar bazën ligjore dhe mbështetjen institucionale për funksionalizimin e fondit. Ky angazhim u realizua përmes një bashkëpunimi të ngushtë ndërmjet institucioneve tona vendore dhe partnerëve ndërkombëtar, duke krijuar kështu një mekanizëm të besueshëm dhe efektiv për sektorin financiar dhe bizneset kosovare. Themelimi i Fondit Kosovar për Garanci Kreditore është një shembull i shkëlqyer i bashkëpunimit ndërinstitucional në mes të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare. Institucionet tona dhe partnerët ndërkombëtar koordinuan aktivitetet që nga fazat e hershme të themelimit, konkretisht me USAID-in duke siguruar ekspertizë teknike, mbështetje financiare dhe standarde të njohura ndërkombëtare. Ky bashkërendim ishte themeli i një mekanizmi funksional dhe të qëndrueshëm për mbështetjen e bizneseve vendore. Politikat e Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit përkrahin ndërmarrjet më pak të shërbyera dhe sektorët kyç të ekonomisë dhe shoqërisë. Përfshirë gratë në biznes, start-upet, eksportin dhe investimet e gjelbërta e të qëndrueshme. Në këtë kontekst, bashkëpunimi me fondin do të intensifikohet, duke ofruar më shumë mundësi financiare dhe instrumente mbështetëse që nxisin rritjen ekonomike dhe zhvillimin e qëndrueshëm.
Relacioni i bankës për biznes me fondin është po aq i vjetër sa edhe vetë fondi. Besoj që për gjitha bankat në treg, po për bankën për biznes edhe më shumë, fondi ka shtu një vlerë të madhe, duke qenë që banka financon bizneset vogla, të mesme dhe mikro, të cilat shpesh nuk i kanë kolateralin e nevojshëm për të marrë kredi. Gjatë këtyre viteve, banka ka mbështet më shumë se 2700 biznese bashkë me fondin, ka liferuar më shumë se 170 milion kredi, nga të cilat 87 milion të garantuara nga fondi. Specifik, ndoshta më e rëndësishme për neve, pa dashur t'ja anashkalojmë dritare tjera, është dritarja e startupit, që i mundëson bizneseve të posa themeluara, që logjikisht edhe nuk mund të kenë kolateral, që të fillojnë aktivitetin e tyre dhe të rritën, dhe dritarja për gratë në biznes, e cila u ndihmon grave, të cilat për shkak të traditave në Kosovë zakonisht trashëgojnë më pak nga pasuria, prandaj edhe kanë më pak mundësi për të zhvillu biznesin e tyre ose për të marrë kredi tradicionale pa mundësinë që ofron fondi. Nuk isha dashur me i lënë mbrapa edhe dritare tjera, nga dritarja standarde, dritarja gro, dritarja e fundit e diasporës, po i veçova këto dy kategori, sepse janë kategori të cilat ndryshe nuk do të kishin pas qasjen kredi. Kjo është e rëndësishme edhe për zhvillimin ekonomik të vendit, duke pas parasysh që këto dy kategori specifike, marrim një nga një. Kategoria e bizneseve startup është kategoria e bizneseve ku lind inovacioni. Dhe inovacioni është ajo që ndihmon zhvillimin ekonomik të vendit dhe që presim që do ta mundësoj tej kalimin e këtij niveli të ardhurave ku kemi stagnuar me vite. Dritarja për gratë në biznes, në anën tjetër, mundëson punësimin e gjysmës tjetër popullatës. Këto numra që i tham si kredi nuk janë vetëm numra, mbrapa tyre qëndrojnë zhvillim i bizneseve, punësim, rritje të ardhurave në ekonomi, rritje e buxhetit shtetit. Tash, çka më tutje? Fondi ka bërë 10 vjet, çka presim më tutje prej fondit? Presim të vazhdojmë bashkëpunimin siç e kemi pas deri më tani, jo vetëm në mbështetjen e bizneseve, sepse nga fondi më shumë se sa mbështetje në formë të garancive, kemi pas edhe një partner me cilin kemi zhvillu produkte, kemi bashkëbo trajnime dhe kemi zhvillu strategjinë. Do me thonë, bankat me definicion i ikin riskut dhe neve na duhet një dorë fort si fondi, një shtytje fort si fondi, që të na nxis të marrim risqet që si kemi pas parasysh. Po e them këto me konfidencë, duke pas statistikat para neje, kreditë të cilat janë mbulu me mbështetjen e fundit, kanë performancë të ngjashme me kreditë e bizneseve që banka i ka konsideru pa fondin. Që do me thonë, ky risk të cilin ne nuk do ta kishim marrë pa fondin, nuk pas ka qenë më i madh, po thjesht ka mungu kolaterali. Si shoqatë e bankave të Kosovës, kemi qenë të angazhuar që nga fillimi, nga ideja deri te themelimi i fondit. Në atë kohë, sfida kryesore ishte një ndërtim i besimit. Dhe ky besim nuk u ndërtua brenda ditës. U ndërtua përmes bashkëpunimit, transparencës dhe një vizioni të përbashkët për të mbështetur bizneset dhe për të lehtësuar qasjen në financa. Sot, fondi është një partner i besueshëm për bankat, një mekanizëm që ndon rrezikun dhe hap mundësi të reja për kreditim. Ky bashkëpunim është dëshmi se kur ka besim, ka edhe rezultate konkrete për ekonominë. KFV-ja, apo Banka Gjermane për Zhvillim, si partner kyç, ka luajtur një rol të rëndësishëm në themelimin dhe zhvillimin e fondit. Me mbështetje financiare nga qeveria gjermane përmes KFV-s, është mundësuar krijimi një baze të qëndrueshme të kapitalit, e kjo mbështetje financiare është plotësuar edhe me ekspertizë teknike, trajnime e këshillime strategjike. Kjo ka ndikuar që fondi të ndërtoj procese të brendshme dhe strukturë organizative
në përputhje me standardet më të mira ndërkombëtare. Si rezultat, kemi një fond që përron me shumë sukses dhe gëzon një nivel të lartë besueshmërie në sektorin financiar dhe në ekonomi. Ky fond i qëndrueshëm ka ardhur si një rezultat i një vizioni të qartë, menaxhimit të suksesshëm, por edhe nga partneritetet strategjike që fondi ka ndërtuar si ky me KFV-n. Stafi i trajnuar, mekanizma të qëndrueshme financiare dhe adaptimi i praktikave më të mira ndërkombëtare siguruan që fondi të vazhdojë të mbështesë ekonominë përmes ndërmarrjeve të vogla të mesme tashmë për një dekadë. So, to all staff at KCGF and to the Board of Directors, congratulations to the first 10 years. You are now a really good and central part of the financial system in Kosovo. I also want to highlight that we are celebrating almost 10 years of collaboration between Sweden SIDA and KCGF. And you might remember in 2017, we signed the first guarantee of 10 million euros for risk sharing. And now when we see the positive impact of this on access to finance, on company growth and employment, etc., we signed a new guarantee last year of 15 million euros. We do believe that it's a very good instrument to share risk and to mobilize capital. Now, SIDA's outstanding guarantees worldwide amount to 2 billion euros, which is a good number, but it's not close as to the 6 to 7 billion euros that are being mobilized for development purposes. Congratulations to the Kosovo Credit Guarantee Fund on its 10th anniversary. Personally, I had the big pleasure that I could follow the creation right from the start, and I was so happy when then in 2018 the Kosovo Credit Guarantee Fund decided to join ACM. Të fillosh dhe të rritësh një biznes si grua në Kosovë nuk është e lehtë. Çësia në financa mbetet një nga sfidat më të mëdha, sepse shumica prej nesh nuk kanë pronë në emrin tonë dhe rrjedhimisht as kolateralin që bankat i kërkojnë. Pa të, shpeshherë dyert mbyllen, pa pasur mundësi të dëshmojnë potencialin tonë. Edhe unë kam qenë në atë situatë, kisha vizionin, vullnetin dhe përkushtimin, por mungesa e kolateralit ishte një pengesë reale për zhvillimin e mëtejshëm të biznesit tim. Në atë moment, mbështetja nga fondi kosovar për garanci kreditore bëri një ndryshim të rëndësishëm. Përmes garancisë së tyre, banka krijoi besimin e nevojshëm për të mbështetur zgjerimin e biznesit tim. Kjo mbështetje nuk ishte thjesht financim, ishte një mundësi për të rritur atë që kisha ndërtuar dhe për ta çuar në një nivel tjetër biznesin. Sot, unë drejtoj Light Center, institucion edukativ nga mosha 1 deri në 10 vjeç. Nga 15 punëtorë që ishim në fillim, sot jemi rritur në 30. Kemi dyfishuar ekipin dhe kemi krijuar më shumë vende pune, duke kontribuar drejt për drejt në komunitet. Kemi rritur kapacitetin duke u zgjeruar në 2 lokacione dhe duke krijuar një ambient më bashkëkohor për fëmijët. Por mbi të gjitha, kemi krijuar një hapësirë të sigurt dhe të besueshme për fëmijët dhe prindërit. Fondi nuk garantoi vetëm një kredi. Ata garantuan mundësinë time për të ecur përpara. Zhvillimi i fondit për garanci kreditore ka qenë një rrugtim i qëndrueshëm, po jo gjithmonë i lehtë. Në fillim kishim shumë pritshmëri, por njëkohësisht edhe pikpyetje rreth pozicionimit të fondit në tregun financiar. Duke qenë që ky ka qenë edhe fokusi im personal në kuadër të bordit, konsideroj që diferencën e ka bërë disiplina në qeverisjen korporative të fondit dhe ndërtimi gradual i besimit me bankat, me bizneset, me qeverinë e Kosovës dhe me partnerë ndërkombëtar. Ky besim nuk është ndërtuar brenda natës, mirë po është rezultat i vendimeve të kujdesshme dhe konsistencës ndër vite. Sot, fondi nuk është vetëm një instrument mbështetës, ai është bërë pjesë integrale e sistemit financiar dhe një partner strategjik për zhvillimin e sektorit privat në Kosovë. Mendoj që vendimet që kanë pasur për qëllim balancimin e vazhdueshëm të rritjes së fondit në njërin anë dhe ruajtjen e qëndrueshmërisë financiare të tij në anën tjetër, kanë qenë ndër vendimet më të rëndësishme sipas meje.
Një faktor tjetër i rëndësishëm, të cilin e kemi kuptuar qysh në fillim të funksionimit, ka qenë rëndësia e ndërtimit të besimit të ndërsjellët dhe partneriteteve të forta, si me institucionet financiare vendore, ashtu edhe me qeverinë e Kosovës dhe me partnerët ndërkombëtar. Në thelb, suksesi ka ardhur nga vendimet që nuk kanë ndjekur vetëm rritjen afatshkurtër, por që kanë pasur për synim ndikim dhe stabilitet afatgjatë. Po nga njëra anë, sfidat lidhen me rritjen e stabilitetit financiar në një mjedis gjithnjëve dinamik, me zhvillimet teknologjike dhe me nevojat në rritje të bizneseve, veçanërisht në fusha si tranzicioni i gjelbër dhe digitalizimi. Nga ana tjetër, këto janë edhe mundësi të mëdha. Fondi tashmë ka maturinë dhe kapacitete të mjaftueshme që të zhvilloj produkte më të sofistikuara, të thellojë ndikimin në sektor strategjik dhe të luajë një rol edhe më aktiv në zhvillimin ekonomik të vendit. Nëse ruan disiplinën dhe vizionin që ka pasur deri më tani, fondi është shumë mirë i pozicionuar për fazën e ardhshme të zhvillimit. Ky 10 vjeçar mendoj që ka ndikuar në krijimin e vlerave institucionale, të cilat do të na përcjellin përgjatë viteve të ardhme. Një punë dinamike, një aktivitet dinamik përgjatë këtyre 10 viteve ka ndikuar në krijimin e një institucioni shumë agjil, shumë kërkues dhe me ambicie të mëdha për të japur më të mirën për ekonominë e vendit tonë. Po ashtu besimi dhënë nga donatorët dhe nga themeluesit e institucionit na ka bërë të ndihem përgjegjës. Dhe ja ku del vlera tjetër e institucionit që është përgjegjshmëria ndaj donatorëve, ndaj themeluesve, ndaj sektorit privat, ndaj institucionet partnere financiare, përgjegjësia se si ta ndihmojmë ekonominë gjatë kohës së krizave, ka qenë Fondi Kosovar një prej institucioneve kryesore që kanë ndihmuar ekonominë e Kosovës në kohën e krizës nga pandemia, se si të ndihmojmë segmentet e ndryshme të tregut të cilat kanë qenë më pak të shërbyera në aspektin e qasjes në financa, e kam fjalën për gratë në biznes, ndërmarrjet e reja startup, investimet e gjelbërta. Përgjegjës se si të ndihmojmë diasporën tonë të investojmë në Kosovë dhe me drejtarin e diasporës kemi treguar që kemi përgjegjësi që t'ju dalim zot edhe këtyre iniciativave nga diaspora. Sot kemi një institucion që ka një bazë të kapitalit mbi 100 milion euro, që bën një institucion mirë të kapitalizuar dhe dërgon sinjal pozitiv në treg tek partnerët tonë financiar, por edhe te Banka Qendrore e Republikës së Kosovës. Kemi një institucion që në vlerë kumulative për gjatë 10 viteve ka kontribuar në garantimin e një portfolio kreditore mbi 1 miliard euro, është shpërndar në 18.000 kredi, apo mbi 13.000 biznese kanë përfituar së paku për gjatë këtyre 10 viteve nga skemat garantuese të Fondit Kosovar për Garanci Kreditore. Të gjitha janë këto të arritura, të cilat neve na bëjnë krenar, mirë po në të njëjtën kohë edhe përgjegjës për të synuar edhe të rezultate tjera në të ardhmen. Elementi tjetër shumë i rëndësishëm, apo faktori tjetër shumë i rëndësishëm që kanë ndihmuar në krijimin dhe në evoluimin e institucionit nga një institucion i sapo themeluar në institucion të rëndësishëm për sektorin, për ndërmjetësimin e procesin e ndërmjetësimit financiar, janë stafi profesional, i përkushtuar, bordi profesional dhe i pavarur. Të gjitha këto janë faktorët kryesor të cilët kanë ndikuar në konsolidimin dhe në evoluimin e institucionit tonë në një institucion të rëndësishëm për sektorin financiar. I wish the Kosovo Credit Guarantee Fund continued success in supporting businesses and sustainable growth in the years ahead. Ju uroj suksese të mëtejshme në këtë rrugtim të rëndësishëm dhe ju përgëzoj për arritjet e deritanishme. I am thrilled to congratulate the KCGF team on their incredible success and impact with over 1 billion euros in guaranteed loans and 7 guaranteed windows. I'm looking forward to KCGF achieving its 2nd billion euros, but maybe this time in 5 years. Sot ku shikojmë pas, lirisht mund të themi se pikërisht ato sfida kanë ndikuar në formësim dhe në zhvillim të institucionit tonë. Ky zhvillim reflektohet edhe me ndikimin që fondi ka arritur ndër vite, duke mbështetur 1 miliard euro kredi për bizneset, apo 1 miliard euro investime dhe në këtë mënyrë duke ndikuar drejt për drejt në rritje dhe zhvillim ekonomik të vendit tonë.
Në këto 10 vite suksesi, duhet përmend kontributin e donatorëve, partnerëve, kolegëve, sepse rezultatet që sot festojmë janë kontributit gjithëve. Dhe po ashtu dua të falenderoj gjithë ata që ishin pjesë e institucionit që në themelimin e tij, ata që nuk janë pjesë e fondit sot, dhe ata që janë bashkangjitur kësaj rruge, ndërkohë dhe së bashku synojmë të vazhdojmë të kontribuojmë në sukseset më të tjashme. Secili ka lënë gjurmën e vet në këtë histori e suksesi. Në këtë jubile, vlerësojmë lart kontributin e Fondit Kosovar për Garanci Kreditore dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm ndërsinstitucional në shërbim të zhvillimit të qëndrueshëm të vendit. Urime për 1 dekadë pune të suksesshme Fondit Kosovar për Garanci Kreditore. Ky përvjetor është një dëshmi e një bashkëpunimi të suksesshëm dhe ndikimit të drejt për drejt të fondit në zhvillimin ekonomik të vendit dhe në forcimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Sukseset të mëtejme dhe bashkë festofshim edhe shumë përvjetor tjerë edhe më të suksesshëm. Pritjet prej fondit janë të vazhdojmë kështu siç ja kemi nisë, me dritare të reja, me inspirim të ri, për bankën, për biznes dhe për gjithë tregun. Në këtë përvjetor të rëndësishëm, uroj fondit për sukseset e arritura dhe jam i bindur se ky partneritet do të vazhdojë të forcohet edhe në të ardhmen. Urime për 10 vjetorin e fondit. Ky përvjetor pasqyron rrugtim të suksesshëm, të ndërtuar mbi rezultate pozitive dhe bashkëpunim të ngushtë me donator e partner strategjik. Gëzuar e suksese të mëtejshme. Congratulations now to the first 10 successful years, and we are looking forward to continue working with you for many more years to broaden access to finance in Kosovo. Urime. Since then, KCGF has been a very active and supportive member with lots of support of the association, coming and attending our events and sharing their expertise. And it's a great pleasure to see what a success story this has been in only, in a sense, 10 years. So sincerest congratulations, happy birthday. Dhe për shumë gra në Kosovë, kjo mundësi bën gjithmonë ndryshimin. Sepse kur një gruaje jepet një shans i drejt, ajo nuk ndërton vetëm një biznes, ajo krijon një ndikim për të gjithë shoqërinë. 10 vjetori fondit është një moment reflektimi, por edhe një piknisje për fazën tjetër. Kjo dekadë ka treguar se çka mund të arrihet përmes përkushtimit, partneritetit dhe vendimeve të drejta. Është një histori suksesi që i përket të gjithë atyre që kanë kontribuar në këtë rrugtim. Uroj që në vitet në vijim fondi të vazhdojë të rritet, të thellojë ndikimin e tij dhe të mbetet një shtyllë e rëndësishme e zhvillimit ekonomik të vendit. Urime 10 vjetori për Fondin Kosovar për Garanci Kreditore, për kolegët në Fondin Kosovar për Garanci Kreditore, të gjithë palët të cilat kanë kontribuar dhe kanë në krijimin dhe konsolidimin e institucionit. Shpresojmë që një dinamikë e tillë dhe rezultate të tilla nuk do të mungojnë në të ardhmen. Integritet, ndërmarrësi, rritje, inovacion, mundësi, qëndrueshmëri, transformim, përkushtim, bashkëpunim, investim, besueshmëri, gjithëpërfshirje, profesionalizëm, llogaridhënie, stabilitet, pavarësi, vizion. 10 vjet. Fondi Kosovar për Garanci Kreditore. Garanci për të gjithë.